Kina është një nga prodhuesit më të mëdhenj të armëve të këmbësorisë, pra armëve konvencionale në botë dhe i shpërndan në gjithë botën, kështu që nuk ka asnjë çudi që Kina të ketë shitur sasi të mëdha armatimi të dyja palëve, edhe Ukrainës edhe Rusisë. Ukrainës kuptohet nëpërmjet palëve të treta dhe Rusisë drejt për drejt. Çështja është që fuqia ushtarake e Rusisë është shumë e madhe se ajo e Ukrainës dhe territori që ka humbur Ukraina është bajagi i madh, është i madh sa Italia pa ishujt dhe kjo është gati pamundur që teknikisht ushtria e Ukrainës qoftë edhe me ndihmën apo jo të aleatëve të NATO-s ta rikthejë territor mbrapsht. Kështu që aty duhet parë mundësia se si do të dilet nga ajo luftë, pra nga ky kurt ku kanë hyrë palët. Nëse ne vazhdojmë që her pas here Ukraina godet në një uzinë ose në një qytet rus me raketa, pastaj shohim që Rusia kthehet dhe e dhunon në mënyrë tegër Ukrainën në mënyrë të veçantë qytetet e mëdha siç është Kievi, apo para 3 ditësh përpaksa nuk u vra ambasadori i Shqipërisë atje, që është një miku im, ambasadori Renal Filo. Atëherë ne shkojmë në idenë që në vend të vëmë vetulla, po nxjerrim syt dhe bota në vend që të shkojnë paqe, po shkon drejt zgjerimit të luftës botërore. Takimi Trump-Putin kulla, Putin-Xi Jinping, Trump-Xi Jinping, në një hark kohor shumë të shkurtër. Çka do të thotë kjo në aspektin geopolitik dhe geostrategjik? Çka po ndodh në fakt? Që lufta reale është luftë ekonomike me interesa globale dhe është mes fuqive globale. Dhe fuqitë globale këto janë, është SBA-ja, është Kina, është Rusia, janë fuqitë globale. Nuk është se është e qartë që përpjekjet janë për vendosjen jo vetëm të rendit të ri botëror, por të një sistemi të mirëfillt të qeverisjes së re botërore. Mund të merren vesh kulla për të ardhmen, të themi, geopolitike të globit dhe të mos ketë një luftë të madhe? Jo, nuk e besoj. Besoj që do të jetë e pashmangshme. Nëse vazhdojmë kështu, do të jetë e pashmangshme të shmanget, do të jetë e pamundshme të shmanget lufta, zgjerimi i luftës globale. Nëse vazhdojmë